Hamdi të kënë Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin dërshëm mirë se keni ardhur. Inshallah Allahu Ta'ala që shpërbleje për kohën që keni ndajë dhe për momentet të cilat inshallah Ta'ala do t'i kalojmë bashkë në këtë tribunë të parahame në xhaminë e fshatit Lopë. Gjematin dërshëm, ashtu siç e keni përcjellë, përgjatë këtij muajve kemi pasur në shkrise të rregullta të cilat kanë qenë si aktivitet i xhamisë, të cilat janë mbajtur në mektebin e xhamisë. E sot pasi e kemi me shkrisën e fundit dhe e kemi bërë plan, do të thotë që ajo mos jese me shkrisë, por jese tribunë në xhami bashkë me hoxhallar dhe mysafirët të cilët i kemi këtu përpara. Unë nuk do ta zgjas, po vetëm do t'i prezantoj të mysafirët dhe t'ju informoj se kjo pra është ligjërata e fundit, e pastaj se afrohet edhe muaji Ramazan dhe him në Ramazan dhe këtë kemi parapa si ciklin e fundit të këtyre ligjëratave që i kemi pasur në xhami, e inshallah Ta'ala me aktivitetet tjera do të vazhdojmë përsëri me shkrisën në fund të këtij viti inshallah Ta'ala. Për mysafir kryesor, sot e kemi nderin që ta kemi paranesh hoxhën e nderuar nga Kashaniku, hoxhën Fidain Fazliu. Hoxha Fidain Fazliu është edhe kryetar i Bashkësisë Islame Kaçanik, se përkundrazi prej neve këtu në Maqedoni si kemi të ndame me miftini dhe kemi mifty në për qytetet e mëdha. Në Kosovë nuk i kanë me mifti, po e kanë vetëm një mifti kryesor për gjithë shtetin, ndërsa kanë në çdo qytet të madh kryetarët e bashkësive islame, kështu që është sikur në rolin e miftisë së Kaçanikut, pa që nuk i thonë miftia e Kaçanikut, po kryetari i bashkësisë islame në Kaçanik. Hoxha Fidain Fazliu është i njohur për gjithë ju besoj, sidomos për trijë të cilët ndjekin në rrjetet sociale, sepse hoxha elhamdulillah kontribut të madh është duke dhënë edhe në rrjetet sociale, po jo vetëm ajo që duket që e shohim ne me ligjëratë që i kemi nëpër internet, po hoxha ka dhënë kontribute të shumta që nuk mund t'i numërojmë, po ndërsa që kisha thjesht të theksoj është edhe pajtimi mbi 100 gjagje të cilat i ka bërë në Kosovë, do mbi 100 sa e pash në internet dhe lajmi ishte diku para 2 viteve, ndoshta kam rri edhe më tepër. Po ashtu, hoxha ka dhënë kontribut edhe për ndërtimin e afër 150 shtëpive për nevojtarët në Kosovë e Magjor. Allahu Ta'ala ta shpërbleje për kohën që ka ndalë që ta kemi mysafir sot dhe këtu me ne. Po ashtu e kemi mysafir edhe hoxhën e nderuar Ali Ziberi nga Kondova, po jo si hoxhi i Kondovës sot këtu, po si referent i miftinisë së Shkupit dhe si përfaqësues i miftinisë së Shkupit, sepse kishim qejf që kemi do të thotë në mënyrë zyrtare, jo t'i bëjmë sheftas këto tribuna po në emër të miftinisë, sepse kemi respekt të madh për miftininë e Shkupit, po miftia nuk ishte kohë që t'jese prezent këtu me ne, po do thotë e caktuar që t'jese Alia si përfaqësues i intervenit edhe si përfaqësues i miftinisë së Shkupit. Allahu ta shpërblet për kohën dhe për lehtën. Po ashtu mysafir e kemi edhe Hafozin e nderuar Xhemail Nuhiu. Hafozi Xhemail Nuhiu është nga Shkupi, po ashtu e kemi një prej lehtësuesve më të mirë, jo vetëm në Maqedoni, por që ka marrë shpime edhe në nivele ndërkombëtare dhe botërore. Po ashtu Hafozi është edhe drejtor i institucionit të hipsit në Shkup që funksionon në kuadër të miftinisë së Shkupit, që kanë qenë diku mbi 10 hafoza drejtash. Allahu ta shpërbleje edhe të për kontributin dhe mundin që jep në atë institucion të rëndësishëm. Po ashtu e kemi edhe hoxhën e nderuar Besim Mehmeti nga Kërçeci, i cili funksionon si hoxh në xhaminë e Lisiçës, po ashtu punon në komisionin për raportet ndërfetare në Maqedoni dhe po ashtu ka qenë edhe antar i grupit Nur, një prej grupit të ilahive më të vjetra në Maqedoni, që ka qenë pjesëmarrës dhe pjesë e këtij grupit. Allahu t'i shpërblejë gjithë për kohën që kanë ndajtur të jekin me ne dhe të sigurojë këtë pramje, që inshallah Ta'ala të dalim të shpërblyejmë në fund të këtij mezhlisi. Si fillim do të fillojë një herë Hafozi nderuar me një pjesë të Kuranit, pastaj
pas recitimit të Kuranit, fjalën do ta kese hoxha i nderuar, të bëjë një përshëndetje në emër të miftinisë, pastaj do të këndohet një ilahie nga ana e hoxhës Besim, e pastaj do të kemi ligjëratën kryesore nga hoxha Fidail. Pas ligjëratës përsëri një ilahie nga ana e hoxhës Besim, dhe në fund e përfundojmë me një ashire të Kuranit madhështor, inshallah taala, Allahu të shpërbleje të gjithëve.